Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, priti në takim të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonjën Anu Pratipati, me të cilën diskutoi zhvillimet e fundit politike në vend dhe bashkëpunimin bilateral mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë takimit, u vlerësua mbarvajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe respektimi i standardeve demokratike, ndërsa u theksua rëndësia e konstituimit sa më të shpejt të institucioneve të reja në përputhje të plot me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Presidenti Osmani dhe zonja Pratipati shkëmbyen pikpamjet edhe për çështje të tjera me interes të përbashkët, duke riafirmuar partneritetin strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Osmani theksoi përkushtimin e palëkundur të Kosovës për të ecur përpara, krah për krah me SBA-n, mbi bazën e vlerave të përbashkëta demokratike dhe bashkëpunim të ngushtë me proceset strategjike. Në këtë takim, zonja Pratipati i përcolli presidentit Osmani dhe zotërisë së parë urimin për vitin e ri nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe zonja e parë Melania Trump, duke ritheksuar mbështetjen e vazhdueshme amerikane për Kosovën. Lidhur me këtë zhvillim ka reaguar Hafiz Shala, antari i bordit ekzekutiv të LQSH-s dhe publicist, duke vlerësuar si shumë pozitive sinjalet që sipas tij po vijnë nga Shtëpia e Bardhë në raport me Kosovën. Ai theksoi se ish presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur ka herë besimin, bashkëpunimin dhe simpatinë për presidenten Vjosa Osmani, duke e parë këtë si një faktor të rëndësishëm për stabilitetin politik në vend. Shala shprehet se nuk i është të drejtuar rastësisht ambasadës së SBA-s për ndërhyrje, duke shtuar se zhvillimet aktuale po shkojnë drejt shmangjes së një procesi të ri zgjedhor, të cilin ai e cilëson si të panevojshëm. Në postimin e tij ai kritikon partitë opozitare nëse nuk e respektojnë këtë përcaktim, duke paralajmëruar se sipas tij ato mund të mbeten jashtë rendit politik jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon dhe Europë. Ai shton se mund të ketë koalicion me partinë fituese lëvizjeve të vendosje deri te posti i presidentit, por nënvizon se ky post sipas tij mbetet i rezervuar. Në fund, Shala u bë thirrje aktorëve politik që të mos luajnë me fatin e Dardanis, duke theksuar se Kosova është në mbrojtjen e aleatit më të fuqishëm ndërkombëtar dhe se kjo duhet shfrytzuar për forcimin e sovranitetit dhe diplomacisë së vendit. Në vijim, shkrimi i tij plot sinjale pozitive dhe shumë inkurajuese nga Shtëpia e Bardhë. Donald Trump ka herë ka shprehur besim, bashkëpunim dhe simpati për presidentin Osmani. Prandaj nuk ju drejtova rastësisht ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërhyrje dhe siç po shihet, po shkon drejt këtij akti për ta shpëtuar Dardanin nga absurdi edhe i një pale zgjedhjeve të reja. Partitë opozitare, nëse nuk i respektojnë këtë përcaktim të njeriut që po e ndryshon rendin njerëzor, atëherë shpejt do të gjenden jashtë rendit politik dardan, ballkanik dhe europian. Ju mund të lidhni koalicione me partinë fituese vetëvendosje deri te posti i presidentit, por ky post është i rezervuar nga kryefuqia e botës i quajtur Donald Trump. Republika Dardanis, patjetër, duhet të zbatojë këtë si kusht i suksesit në politikë dhe diplomaci ndërkombëtare për forcimin e sovranitetit. Mos luani me fatin e Dardanis, sepse nuk do ta mbani dot. Jeni në ombrellën e mbrojtjes së mikut më të fuqishëm botror, dhe kjo duhet shfrytzuar për përjetësi.